Gjiro me elefant për shembull ose të blej. Nuk bën xhiro me elefant. Të blej sandalle me $12 ose të marr makinë me qera. Nuk i bëj këto gjëra. Unë thjesht shkoj udhën time me pak lek. Po? Kur nuk udhtoj mbaj njerëz të huaj në shtëpi, kam mbajtur diku rreth 200-250 veta. Sot në mëngjes për shembull diku një meksikan që është nisur para 7 muajsh që në Skoci edhe i po si vjen kontakt me këta persona? Është një faqe, ekziston një faqe në internet ose në Facebook për shembull, nga që njoh shumë njerëz, më njohin e njoh, edhe i ftoj, më ftojnë. Kështu. Edhe të ftojnë shkon dhe ti atje. Po. Heq vetëm shpenzimet e Sot në rrugës. mëngjes iku një meksikan. Iku meksikani. I pëlqeu Shqipëria meksikanit? Shumë mirë tha. Shumë mirë tha. I pëlqejnë gjellët tradicionale. Po, e pas këtë dënë me baklavati këto ditë, është. Edhe një pyetje kam, cili është vendi më interesant, ose udhtimi, se jo vendi, se ju udhtoni jeni udhtar, thatë. Cili do ishe itinerari i ëndrës yti personal? I ëndrës tim? Po. Shiko, me që po rritem edhe gjithmonë dua të avancoj në udhtime, unë do kisha qef nëse kisha një kamerë në dorë, edhe bëja një udhtim në çdo shtet e Europës, për shembull. Nisesha nga Shqipëria, me një buxhet shumë të vogël që t'i tregoj dhe botës, t'i tregoj dhe rinisë shqiptare që nuk ato... Dhe do i bësh një nder të madh se rinia shqiptare e di se duhet lëvizësh... Ata sidoqoftë 2-3 lekë në ditë i harxojnë me kafe, me baste që luajnë baste gjithë ditën, kështu që ato lekë qofse i harxojnë në udhtim. Pa dyshim, përfiton një pas... Si? Ushimin si e për më thuaj se më hutove atë ditë. Hera parë që e lash laptopin në prerë, celularin e ktheva mbrapsht dhe po të dëgjoj aty, u knaqja. Faleminderit. Ka 3 shpenzime në një udhtim. Është fjetja, është lëvizja, është dhe ushqimi. Fjetjen me njerëz të njohur. Nëse unë shkruaj sot në Facebook, përshëndetje, jam Juli, ndonjëri dikë në New York, për shumë do gjoj të paktën 10 veta. Të mbaj në 2 ditë secili 20 ditë. Kështu në fjetja ai. Po. Me një klub, është një faqe në Facebook që bëj muhabet sot, të pëlqeva, unë shkoj në Vlorë. Më thua ti hajtë se kam këshillirin e parë në Vlorë, kam vllajin. Të mbaj 2 ditë. Nuk është kushti thjesht. Jo, nuk është as klub as jo, nuk është. Jo, është e lirë thotë, është ndërkohë një faqe tjetër për të huaj atje. Po, edhe pastaj fjetjen e siguron. Fjetjen e siguron me këta njerëz ose me çadër, zakonisht në verë, me tëndë është akoma më e lirë se sa të shkosh në njerëz se në njerëz do të qerasësh një birë, do gatuash, kështu një ashtu, kurse atje me tent, edhe me tent shkon, me tent, po, me tent. Gjysma e Europës e ka shëtit vetë me tendën në kurit. Po, pastaj edhe është vetëm ngrënia, domethënë. Po. Ajo që do paguash është vetëm ngrënia. Po larja? Ngrënia sidoqoftë do e bësh në Shqipëri, apo jo? Po larja? Mirë, po këtë ke futur te 50 euro këtë ngrënie? Ajo është vetëm gjë futur te 50 euroshi. Se s'ka asgjë tjetër, nuk llogarit. Po larja? Larja ka plazh, ka në çdo plazh ka dushe, ka njerëzit që më mbajnë. Po ka shi. Larja do bësh çdo ditë, një herë 2 ditë shumë ta se na që hyn në shumë makina, një shumë njerëz. Duket shumë utopike. Nuk po e bind se vimin. Jo, unë jo s'bindem më. Ka shumë botë. Jo, shiko, unë jam në kontakt me shumë të ri që lëvizin me dhe në fakt se vim, në qoftë se të rinjt udhtojnë me kosto të ulta fare, i bëjnë shërbimin më të madh vetes. Absolutisht. Se kjo ideja që shkojnë është një marzhie e madhe nga Shqipëria, të shkosh në Amerikë me 100 euro, jo, po s'kon dot në Amerikë se është. Ose në Spanjë, magari është. Europa një rreth rrotull udhtohet. Në Europë në ato fotografi jam në Poloni me shumë pak lekë. Në Poloni. Jam në Poloni në ato fotografi për shembull, u nisa për në Spanjë. Nga Polonia? Po. Në darkë ishim në një lokal me një vajzë që më mbante, erdhi një shoqe e saj, më tha do shkosh në Spanjë? Po, kur? Nesër, do vi dhe më tha. Jo, po... Ora, ku gjendi këto vajza që vinë me ty për herë brenda darkës? Ka njerëz që u pëlqejnë udhtimet. Po, mirë. Nuk janë si në Shqipëri që të gjithë mendojnë do martohen edhe pastaj do dalin. Nuk edhe pastaj unë për vetes pres të martohem që të veten atë muajin e mjaltit, si thonë edhe të. Edhe vajza tha, vi dhe unë në Spanjë. Edhe unë. Në Spanjë pse të lindin kokë nga Polonia në Spanjë, se mund shkoje në Rusi, po. Që fillim dhjetori edhe bënte ftohtë në Poloni, thash do shkoj në Spanjë. Që ishte ngrohtë. Po, edhe u nise. Kemi, domethënë, nuk shkova për ndonjë gjë të madhe, thjesht dielli. Ai më mundonte në atë moment edhe u nisa. Edhe në Slovaki shkuam bashkë në Austri, ndonjë 2-3 ditë në Sloveni, në Itali, e pam që nuk ecte më muhabeti, secili donte udhën e tij, ajo donte të rrinte akoma në Itali më shumë, u doja të shkoja sa më shpejt në Spanjë. Ky ishte debat. U ktheva për U ndave. U ndam diku atje, u ktheva për në Shqipëri. Kam arritur me 50 cent në shtëpi për shembull. Me 50 cent? Në atë udhtim fiks. Sa zgjati udhtimi? 15 ditë diku atje. 15 ditë. Po. Nga Poloni si shkove, se duhet do bilet për shkumë Poloni. Po u nise nga Nën Tereza njerë të këput 600 euro. Në Poloni kam qenë në Gumenic, edhe kam bërë autostop për 2 ditë kam shkuar në Poloni me makina rrugës.
ditë natë. Nga Igumenica në Poloni? Në Poloni, po. Autobusi e bënte 1 ditë e gjysmë, unë e bëra me autostop 2 ditë. 2 ditë? Po. Pse dhe autobus shkonte nga Greqia në Poloni? Shkonte nga Selaniku autobusi. Kështu që thash, tek të harxoj ato 100 euro me autobus, me aq unisa domethënë për Poloni, më mirë shkoj me autostop edhe i kam xhep ato lek. Po të marrin rrugës? Të marrin. Vazhdojnë të marrin se ka një siklet nga... Jo, kjo puna e autostopit ka filluar që kur kam qenë i vogël, që shkoja në shkollë me autostop. Se ka pat 6 kilometra nga shtëpia. Shkollën? Po. Edhe unë ngria dorën atyre, gjitonëve kur kalonin, më merrnin ata. Po gjitonët të njinin, po ai greku që të çonë në Poloni nuk të nje? Në qoftë se shkojnë janë dashamirës të panjohurit me udhëtarët? Po. Janë, Po, janë dhe shumë të hapur, bëjnë muhabete që nuk do i bëjnë me shokët e tyre. Të thonë hallet e jetës. Po, kur ju thua që je shqiptar, krijon në... S'u them gjithmonë që jam shqiptar. Nuk ju thua që je shqiptar? Ja, nuk ju them gjithmonë. Pse? Në Shqipëri, për shkak se u thua jam shqiptar, thotë tjetri, "Sha do me jau, mje plek." Kështu që i them jam në Spanjë edhe... Po nga Spanja s'kërkojnë lek, Shqiptarit. Jo, thotë, "Ua, nga Spanja." U them jam nga Argentina, merr telefon gruan atë grua, kam kushëririn e mesit të makinit, thotë, edhe dridhen të gjithë nga... Po, tani i bërë varrin vetës. Se do të shohim, nuk i thua do të më qi, as nga Argentina, nga Spanja, kusht ka farë. Presoj të bëj udhëtime më të bukura. Mirë, më pas do të